Pjesa kryesore që unë gjithmonë jam pak ma demel, edhe mesin në për studio, një kong atje, gjithmonë jenë pak kryne, bis të ka dorë më mlon këmbëj. E në studio mi në disa kongë që jenë me të pa përfundune. Po një jetë e re fillon prej martesës, andaj Edi faleminderes shumë që ma ki bo zemrën mal, jo veç mu, familjes, e në mush mi bind kujtesës më martu, t'ja bëj vitarësën edhe kujtesës. A i qëndroni pas që në fjallëve, dëve mi u pas në dasëm gjithë qysh. Gjithë gjoje burën ti ka lajki më së marrë në pjesën tjetër. Te e për mirë fole. Paket vim, në celofan të pështelën, si dhuratë viti 3. Okej, në 2026 me punu këtë farë pune për qeshëm. Veç koncentro. Letë për thua, është ta veç më koncentru. Për ju qika to ma letë, se ju kini oferta. Veç zgell. Mirë the. Hej, po du me ditë, a keni pas naj punë, kështu që, ose naj plan, që nuk e keni realizu në 2025, dhe nuk ka mejtë për në 2026. Nëse ndohet për publik, ose grant keni ditë qka që s'keni qef me bo shumë publike, po nëse ka ditë qka. qka. Nuk jenë sekrete, muj mi ditë dhe publiku. To ju ka dështu, realisht, ose Te une gjithmonë mesin shumë punë pa kry, që do mos kongë në për studio, ashtë jenë ato pjesa kryesore që unë gjithmonë jam pak ma demel, edhe mesin në për studio, një kongë atje, gjithmonë jenë pa kryne, se studio në kom pak ma problem kështu, të shkojnë studio, më të thonë këmë ndarësëm, bis të ka dorë më mlon këmbëj. E në studio mi në disa kongë që jenë me të pa përfundune, edhe më shpresoj që masit edhe pak sot shlirohem prej këtë në ditëve që kanë met të viti 3, ka gjysa e najt, me mujt, pak zër, edhe me kryt pa tjetër se po. Ajo është pjesa që unë jem pak ma demel, edhe gjithmonë mes mrapa me qëto mësime, mes mrapa. Për ndryshe pjesë tjera, jam mundu gjithmonë me dhonë maksimumin që më mujtë mi realizu programet, festive tash që jenë kry për vitri, jena mundu mi bo më të mirat, edhe pse koha po është shumë e limitune, jemi shumë të angazhun. Familja pas të atë pjesin tjetër, meset të rëndësishme. Për me të fundit familja, si gjithmonë, se për janë angazhimet festive që janë, është festat të nëndorit, une për 28 nëndorit, në kuadrët mujt nëndor isha në Kanadë. E ki qëndru një muj, a? Një mujtis, edhe në punë pak mujt mjelti do konë. Po bre bashkë, i ka zgjatë diçka që... Edhe du mi falendëru edhe shqiptartë që jetojnë edhe pojnë që shkallove një ma kështu në përgjithsi? Gjithmonë, me shqiptarë gjithmonë kalon mirë. E sidomos anë e oqeanit, Kanada dhe Amerika janë shumë matë e kanë atë dashnin pak mas madhe se janë ma largë. Evropa jena ma afër, kështu që na bje ma shpesh mu po, kurse me Kanada me Amerikë janë shumë matë ndishëm. Dhe janë shumë matë preksi, janë shumë matë e japin një dashni matë madhe. Ashtë qare. Se kanë atë mungesën. Kështu që unë du mi përshëndet gjithë shqiptarët që jetojnë në Kanadë, mi falenduru për respektin edhe për mikpritjen që ma kanë bojë gjatë mujtë në ndorë.